Diplomacia duhet shërbej si një arsye për të negociuar me njëri tjetrin. Diplomacia duhet shërbej për faktin e vetëm që duhet shmangur katastrofa e humbjes së jetëve njerëzore. Tashmë topi është në dorën e Iranit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk duan të sulmojnë më. Bota kërkon të jetë në paqe. Irani e ka në dorë, nëse do vazhdoj retorikën e luftës, apo do shikoj një dritare të re për drejt prosperitetit dhe zhvillimit ekonomik. Nëse jemi në kushte të tanishme, ne kemi përmendur, do vazhdojnë negociatat, po situata nuk do përmirësohet. Do të kemi parasysh faktin që me Iranin në sanksione, me Hormuzin e bllokuar, është Amerika që fiton. Është Amerika e cila shet produktet e saja. Që pa shka faktit se Irani mund të thoj fituam, se duhet të thoj diçka për të ngopur propagandën politike që ushqen popullin e tij. Çështja kryesore këtu nuk është a do hiqen sanksionet ndaj Iranit, po a është Irani sot i ndërgjegjshëm për të ulur në tavolinë bisedimesh me aleatët perëndimor, me aleatët e vet lindor, me vendet e tjera globale në mënyrë që të kemi një zhvillim ekonomik gjithë bota, pasi do kemi parasysh diçka për Iranin. Pozicioni geostrategjik i Iranit është në qendër. Pra, lidh lindjen dhe perëndimin, lidh Europën me Azin. Është esenciale për ekonominë globale që një Iran të jetë një shtet i fortë dhe me prosperitet. Kjo është mënyra se si duhet të luaj regjimi Ajatollahut nëse kërkon në të vërtet të mbaj veten në këmbë dhe të sjellë prosperitet për Iranin. Nëse do vazhdohet me retorikën që do shkojmë në negociata, por ne nuk tërhiqemi nga vendimet tona, sepse kemi parë dhe vendime të dyzuara. Pra ulemi në negociata, por ne duam të kemi arsenalin bërthamor. Ajo e cila unë mendoj se mund të sjellë një fund të këtij konflikti të armatosur, është pikërisht ndërhyrja e presidentit kinez, i cili u tregua i gatshëm për të qenë mediator, ende jo formale, pra duhet të kalojnë disa kohë, sepse procedurat diplomatike nuk janë gjëra që zgjidhen sot për nesër. Flasim për diskurse, flasim për pika, flasim për orientim politikash, të cilat duan kohë për të ndërmarrë dhe kohë për të zbatuar. Ajo çfarë ja vlen të përmendet në kushtet që jemi, është i për herë të parë nuk po flitet unë do vi të bombardoj. Unë do vi të shkatroj. Për herë të parë po flitet për një vullnet të mirë që ne të ulemi në negociata, pasi negociatat e bëra pak më përpara në Islamabad u treguan që nuk është se ishin shumë efikase. Pra duhet ndërhyrja një i treti. Dhe i treti në këtë rast është Kina. Është Kina e cila me vullnetin e saj synon të futet në negociata midis të dyja palëve për të sheshuar mosmarrëveshjet momentale. Por në fakt reishte planifikuar një sulm ndaj Iranit, ku presidenti amerikan Donald Trump ka njoftuar se e ka shtyrë pra sulmin ndaj Iranit, të cilin ishte planifikuar të niste sot ose nesër. Dhe ndërkaq Trump ka shkruar se ishin liderët e Katarit, Arabi Saudite dhe Emirateve Arabe të cilët i kërkuan ta shtynin këtë sulm. Pse Katari, Arabia Saudite dhe Emiratet ndërhyn për të ndalur një përplasje ushtarake dhe nga ana tjetër, a janë duke u përpjekur ata të shmangin një luftë që mund të destabilizojë të gjithë rajonin në Lindjen e Mesme? Por në kushtet që flasim, duke pasur edhe dijenin e armatimit që përdor Irani, këto vende janë linja e parë e sulmit. Normalisht nuk e duan. Askush nuk e do. Askush nuk kërkon konfliktin në këto momente. Jemi në një pikë shumë delikate. Një lëvizje e armatosur mund të çojë dëm atë çfarë po bëhet momentalisht. Kjo është arsyeja kryesore. Unë nuk mendoj se ky është një vendim i vendeve arabe. Ky është totalisht i vendim i SBA-ve. Nëse Amerika do të sulmojë, të sulmon dhe nuk të pyet fare. E ka treguar më përpara këtë gjë dhe janë të aftë për ta bërë këtë gjë. Por të gjithë vendet, sidomos vendet e rajonit, ose synohet arrit stabiliteti. Ne duhet kemi në dijenin ton, duhet të dimë që ai rajon ka
shumë kohë i cili është destabilitet. Domethënë, destabiliteti filloi që me sulmin i cili çoi në përfundimin e Gazës. Pra ishte 8 shtatori i cili krijoi destabilitetin. Kur u fut Hamasi drejt Izraelit, kur Izraeli më pas u lëshua drejt Gazës, kur pati konflikte në Liban ndaj Hezbollahut, kur pati konflikte ndaj Houthit në jug. Prandaj çështja është e atill, po flasim për një rajon të stërlodhur nga luftrat. Irani në këto momente është katalizatori i cili mund ta mbylli këtë gjë. Prandaj është domosdoshëm që Irani të jetë i stabilizuar. Prandaj është domosdoshme të jetë paqja. Prandaj dhe vendet e Ligës Arabe në këtë moment ose fqinjët e Iranit kërkojnë që të ulen në negociata. Nuk është konflikti zgjidhja. Pavarësisht se këto vende mund ta përballojnë konfliktin. Sepse është teknologjia amerikane, kur të del Uncle Semi përpara, nuk ke çfarë ti bësh. Kjo është diçka e vërtetuar. Prandaj mund të shikojmë një qaste që vendet arabe kërkojnë një farë ulje në negociata, një farë tensionimi të situatës dhe rikthimin e një farë normaliteti. Pasi kemi të bëjmë dhe vazhdoj të mshoj të kjo gjë kostoja ekonomike. Luftrat sot nuk janë më politike. Luftrat janë ekonomi. Kush do bëjë më shumë para? Në qoftë se lindja mesme është në konflikt, vendet që aleatët e SBA-s, pra Emiratet e Bashkuara Arabe dhe vendet e tjera përreth, Katari, rrezikojnë shumë. Flasim për vende të cilët ekonominë e kanë të zhvilluar nga nafta dhe nga turizmi. Po i çove në luftë, ja bllokove naftën. Po i çove në luftë, i hoqe turizmin. Po ja hoqe të dyja, i hoqe parat. Prandaj të gjithë vendet synojnë, duan paqe dhe boll më konflikt. Pa çka në qoftë se Irani apo Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të aftë për të zhvilluar më tej konfliktin. Qartë. Rej, për të mbyllur, ndërkaq, apo e përdor Trump kërcënimin ushtarak për të arritur një marrëveshje më të fortë politike pra me Iranin dhe nga ana tjetër e gjithë përplasja ushtarake a mund të shmanget vetëm përmes garancive për programin bërthamor iranian? Atëre, Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë fituar luftën. Pra, Irani është i bllokuar. Irani është në nënkëthetrat e Amerikës në këtë momente. Në qoftë se Amerikës i teket, ti s'do kalosh, ti nuk kalon dot aty. Sa do të mundohet Iranit, sa do propagandë të bëjë Irani, e ka të pamundur të dalë kundra politikës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Nuk e ka as kapacitetet ushtarake, as kapacitetet ekonomike. Aleatët po i thojnë ulu. Negocio. Kina po thot negocio. Rusia nga ana tjetër ka disa halle të saja me Ukrainën dhe nuk është se po përzihet shumë në këtë muhabet. Irani ose do ndjeki rrugën që thot Kina dhe do ulet në negociatet duke hequr dorë një herë përgjithmonë nga ëndra bërthamore, ose do të jetë i dënuar të shkatërrohet në sanksione ekonomike. Zgjidh edhe merr. Këto janë dy skenarët. O mbaje këtë dhe shkatrohu deri në fund, ose hiq dorë nga kjo dhe zhvillohu, jepi një mundësi vetes, jepi një shans të dytë vetes. Bota momentalisht i ka thënë Iranit ke një mundësi për një shans të dytë. Mos e ço dëm. Pra do jetë vullneti i Ajatollahut të ri se ç'a do të bëj me vendin e tij. A do ta zhvilloj vendin e tij apo do ta shkëtroj më tej? Kjo është çështja. Kështu që nuk ka nevojë të themi a fiton Irani apo humbet Irani, fiton Amerika apo humbet Amerika. Amerika gjithmonë fiton. Na pëlqen apo nuk na pëlqen neve, Amerika fiton. Është lideri sot global për sa i përket tregtisë, duke detyruar edhe Kinën për të ulur në negociata me Amerikën. Në reduktimet tarifash, në prodhimet bujqësore, në zhvillimin teknologjik. Kështu që
ne këto gjëra duhet të lexojmë nga gjeopolitika. Këto janë rregullat, na pëlqen apo nuk na pëlqen. Ose do zbatojmë rregullat dhe do ndjekim një linjë drejt globalizmit, ose jemi të detyruar të shkatrohemi. Kjo është dilema. Çfarë do bëjë Ayatollahu? Dhe këtë do na tregojnë ditët në vijim, nëse Irani do ketë dëshirën për të riulur në negociata dhe për të kërkuar ndoshta edhe ndërmjetësimin kinez për diçka më tepër, apo do vazhdoj përsëri me narrativën agresive politike dhe me sulme drejt fqinjve. Se Amerikën nuk e prek dot. Nuk ka shanse ta preki dot. Mirë. Rei, kemi arritur në fund, falenderoj për çdo informacion. Ishte kënaqësi. Faleminderit juve, Kristina. Mirë, shikues nderuar, kemi arritur në fund të kësaj pjese të parë. Rikthehemi pas pak për të ndalur tek Kosova dhe Serbia në pjesën e dytë.